Mrekullitë e vajit të ullirit. Allahu i lartë madhëruar nuk e ka bekuar vetëm vajin e ullirit, por pemën në tërësi. Ajo është pemë e bekuar. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë: mbështetuni në vajin e tij dhe lyhuni me të, sepse ajo është pemë e bekuar. U shfaqën dy gjëra të këndshme, të cilat vërtetuan dy mrekulli të tjera të pejgamberit alayhis salam. Hani ullin dhe lyhuni me yndyrën e tij, sepse është një pemë e bekuar. Pejgamberi alayhis salam e ftoi njerëzimin që ta përdorë sa më shumë ullirin, si të përdoret ai dhe si të kërkohet përdorimi i tij. Kur kemi të bëjmë me një yndyrë të pastër dhe kur në kohën tonë bashkohore, yndyra po luftohet nga mjekët dhe kur ajo nuk preferohet as pak gjatë gatimit. Deri në vitin 1985, nuk ekzistonte asnjë këshill e mjekëve europian e as atyre amerikan për referimin e përdorimit të vajit të ullirit. Madje të gjitha ulumtimet e mëhershme këshillonin të iknin sa më larg nga kjo yndyrë, sepse e ngre kolesterolin dhe shkakton sëmundje në arteriet e zemrës. Mendohej se ai e ngrinte dukshëm kolesterolin dhe yndyrën në gjak. Ky udhëzues vazhdoi kështu derisa doktor Gerondi, në një studim të tij në vitin 1985, argumentoi se vaji i ullirit jo vetëm që nuk ngre kolesterolin, por ai e ul atë. Madje hulumtimet rreth këtij vaji shkuan edhe më larg, kur u zbuluan edhe dukuritë të tjera të dobishme të këtij vaji. Tani çdo ditë më shumë po zbulohen sekretet e këtij vaji, i cili vjen nga pema e bekuar. E si të mos jetë pemë e bekuar, kur për të dhe për tokën e saj është betuar Allahu i lartë madhëruar. Ne nuk do të sjellim debatet e komentuesve të Kuranit. Ne na mjafton thënia e Allahut të lartë madhëruar, i cili thotë: pasha fikun dhe ullirin, pasha malin e Sinait dhe pasha këtë qytet të sigurt, Meka. Vërtet, ne e krijuam njeriu në trajtën më të përkryer. Surja Tin 1:4. Si mos tjetë e bekuar kjo pemë kur Allahu i lartë madhëruar e ngjasoi atë me dritën e tij, pra me dritën që nxjerr vaji i saj. Ai në Kuran thotë: Allahu është drita e qejve dhe e tokës. Drita e tij shëmbëllen me atë të një kamareje, në të cilën ndodhet një llambë. Llamba është një xham kristali, kurse xhami është thuajse një yll i shndritshëm. Ajo, llamba, ndizet nga druri i bekuar i ullirit, as lindor e as perëndimor, ndërsa vaji i saj shkëlqen dhe pa e prekur zjarri. Dritë sipër dritës. Allahu udhëzon drejt dritës së tij këtë dojë dhe paraqet shembujt për njerëzit. Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Kuran En-Nur 35. Bekuar qofshin të gjithë ata që e besojnë atë që tha Kurani i Kerim dhe profeti alayhis salam për këtë pemë të bekuar.